Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po vazhdojmë sërish me historinë e radhës. Kjo histori do t'ju trondis vërtet. Motra vdes dhe me motrën tjetër martohet i njëjti burr. Dëgjoni rrëfimin. Zëri im dridhej, por zemra ime ishte një peshë e ftohtë plumbi brenda meje. E kam shkruar këtë rrëfim jo për të lëvduar pasurinë, por për të ndarë peshën e një sekreti që na shkatërroi. Sekretin që nëna ime e mbajti deri në frymën e fundit të saj. Ajo më la miliona, më la një jetë luksoze, por mbi të gjitha, ajo më la një det me pyetje dhe me dhimbjen e tmerrshme të një mashtrimi të dashur. Jeta ime deri në moshën 25 vjeçare ishte një përkufizim i lumturisë. Një shtëpi e madhe, udhëtime, shkollim elitar. Mami ishte busulla ime, personi më i fortë dhe më i shëndritshëm që unë e kam njohur. Ajo ishte një mrekulli energjie, një grua biznesi e suksesshme që qeshte me zë të lartë dhe e donte jetën me pasion të papërmbajtur. Asnjëherë nuk e pash tek ajo shenjën më të vogël të dobësisë, asnjë hije dyshimi apo trishtim. Gjërat filluan të ndryshonin rreth 6 muaj para se ajo të vdiste. Jo në pamje, por në sjellje. Ajo u bë më e përqendruar e më solemne. Filloi të shiste me shpejtësi disa prona, të rishikonte testamentet dhe të kalonte orë të tëra me advokat. Më thoshte duhet të vendos gjërat në rregull birë. Është koha të ndërtojmë themelet e tua. Një ditë më thiri në zyrën e saj, sytë e saj të kaltër shkëlqenin, por kishte një thellësi në to që nuk e kisha parë kurrë. Birë, ka ardhur koha të vendosesh në jetën tënde. Dua që ti të fejohesh. Mbeta i shtangur. Isha i lidhur me punën, por jo me dikë seriozisht. Mami, pse kjo urgjencë? Unë jam mirë. Është motra ime. Tezja jote, Elira, tha ajo duke prerë shpejt. Elira ishte një grua e shkëlqyer, më e re se mami, e cila kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj jashtë vendit. Ne kishim një marrëdhënie të mirë, por jo romantike. Ajo është e mençur, e dashur dhe më e rëndësishmja, ajo të nje. Unë dua të sigurohem që ke një shkëmbë për krah teje, kur unë nuk do të jem më. Kjo frazë, kur unë nuk do të jem më pickoi. Më bëri të ndjeja një ankth të fortë. Ku do shkosh, mami? Po flasim për fejes, jo për vdekje. Ajo qeshi me një qeshje të zbrazët, është thjesht një shprehje birë, por premto, do ta mendosh seriozisht. Dua ta bëj këtë për ty. Brenda 2 javësh, presionet e saj dhe ndoshta dëshira ime e fshehtë për t'i bërë qefin, më bën të fejohesha me Elirën. Ceremonia ishte e vogël, por mami e organizoi me kujdes maniak. Ajo e mbajti dorën e Elirës dhe e vendosi mbi timen duke më thënë: "Tani familja është e plotë." Sytë e saj ishin të skuqura atë ditë, mendova se ishin lot gëzimi, sa gabime kisha. 3 javë pas fejesës ishim në shtëpi. Mami gjithmonë kaq e gjallë, u ankua për një dhimbje koke. Ajo u ngjit lart në dhomën e saj, duke thënë se do të flinte pak dhe nuk u zgjua më. Kolapsi ishte i papritur, i shpejt, brutal. Kur mbrita në spital, mjekët më dhanë lajmin ajo ka vdekur për shkak të komplikacioneve nga një masë e madhe malinje. Isha i ngrirë, malinje. Ajo nuk ka qërë kur e smur, çfarë kanceri, për çfarë po flisni? Mjeku ul pranë meje, syt plot keqare dhe më tha: "Zotëri, më vjen keq që po e mësoni kështu, por nëna juaj ka vuajtur nga një kancer agresiv, i cili ishte përhapur në mënyrë të pakthyeshme. Ajo është trajtuar rregullisht këtu për rreth 2 vjet, por kohët e fundit i ndërpreu trajtimet." Isha i shokuar. Trurim refuzonte që ta pranonte. 2 vjet ajo kishte jetuar me vdekjen duke ndjekur dhe asnjëherë nuk më tha asnjë fjalë.
nuk humbi flok, nuk humbi peshë, nuk u ankua. Ajo kishte jetuar si një murator që ndërtoi një mur duke e fshehur përbindjen e saj brenda saj. Funerali ishte një mjegull. Më pas erdhi leximi i testamentit. Aty ndodhi shoku i dytë. Pjesa më e madhe e pasurisë e vlerësuar në 10 miliona më kaloi mua. Vila, llogarit, aksionet. Elira mori vetëm një shumë të konsiderueshme, por jo pasurinë kryesore. Advokati më dha një zarf të trash. Kjo është për ju, e shkruar me dorën e saj. E hapa letrën me duart që më dridheshin dhe fjalët e saj ishin aty, në shkrimin e saj të njohur. Biri im i dashur, drita e syve të mi. Nëse po e lexon këtë, kjo do të thotë se kam ikur. Më fal. Më fal nga thellësia e shpirtit tim që të thash vetëm gënjeshtra. Por unë nuk e bëra këtë për të të lënduar, por për të të mbrojtur. Nuk doja që muajt e tu të fundit me mua të ishin të mbushur me lot, me frikë dhe me ankth. Doja që ti të qeshje, të shpresoje, të jetoj jetën tënde pa peshën e vdekjes sime. Nga momenti që e mësova, synimi im ishte të organizoja daljen time pa lënë pas kurthe. Pasuria është e jotja, ke një mençuri të lindur dhe do ta menaxhosh mirë. Por arsyeja e vërtet për fejesën tënde me Elirën është sepse ajo e dinte. Ajo më mbështeti, Elira është personi i vetëm që dinte çdo trajtim, çdo diagnozë, çdo ditë që më mbetej. Ajo hoqi dorë nga jeta e saj jashtë vendit për t'u kthyer dhe për të më ndihmuar të bëja gjithçka gati. Ti kishe nevojë për dikë që të donte pa kushte dhe ajo është familja e jote. Ajo është e vetmja që e ka parë fytyrën time të vërtet, fytyrën e dobët edhe të tmeruar. Unë nuk e droj dot idenë që ti ta shihje nënën tënde të thyer. Prandaj të fejuam. Elira nuk është tezja jote, ajo është kujdestarja e fundit e shpirtit tim. Të lutem, duaje, ndërto një jetë me të, sepse ajo është pjesë e dëshirës sime të fundit për lumturinë tënde. Tani birçaj bërtit më ure, por pastaj ngrihu dhe jeto. Këtë e bëra për dashurinë dhe jo për ligësinë. Dora ime më ra në tryezë, duke bërë që letra të fluturonte pak. Ishin në lotët e mi që lagën në letrën e saj, nuk ishin lotë dhimbje për lotë tradhtie. Ajo kishte orkestruar jetën time, më kishte bërë sigurinë me miliona dhe dashurinë me një sekret. Ajo kishte vdekur e qetë, ndërsa unë tani duhet të jetoja me çmimin e kësaj qetësie. Një mashtrim të shkëlqyer. Unë ngrita dhe shkova te Elira, ajo qëndronte në dritare me kurizin nga unë. E dia apo jo, zërimi ishte një murmuritje thyer. Ajo u kthye, fytyra e saj ishte dëshpëruar. Ajo nuk më la zgjidhje, më tha bëje për të. Ai do të jetë i lumtur dhe nuk do të vuaj. Ne dinim që ajo kishte muaj, kjo ishte dëshira e saj e fundit. E vështrova motrën e mamas, gruan me të cilën isha fejuar, gruan që ishte bashkpunëtore në fshehjen e vdekjes. Ajo e kishte bërë për dashuri, por ishte një dashuri që më kishte lënë pa frym. Nëna ime, gruaja që më donte, që e donte të birin më shumë se çdo gjë, kishte zgjedhur të shndronte jetën time në një ëndër të bukur, të gënjeshtërt, në mënyrë që të vdiste në këtë jetë në paqe.